Edhe në qetësinë e mbrëmjes, vazhdon dialogu I heshtur nëse në këtë zonë ka apo nuk ka mineral. Mineralet janë formuar në shekuj geologjik, miliona vjet, qindra miliona, bile miliarda. Duhet fantazi të ecësh në përmjergullat të tilla, shumë fantazi. Duhet të dish të flasësh me heshtjen, sa shumë urtësi duhet. A e di këtë Marko, Prena, Pali, Sokoli, që e duan aq shumë minjerën? Ata nuk e din, sigurisht nuk e din lëmshin e ngatruar të shekujve të gjatë. Ata presin thjesht lajmin e gëzuar se vend burimi u gjet, sepse në fundit askujt nuk I mbushet mendja që gjithë këto male t'jenë bosh për brenda. Jetojnë gjeologët edhe me këtë përgjegjësi përpara njerëzve të thjesht, jetojnë ata me mendime e debate. Ndërkaq rrugët e mineralit diku zgjerohen dhe ndonjëri është gati të shpallë me zë të lartë se në Guzhal ka pasuri, por diku përsëri ato rrugë ngushtohen dhe krijohen hone të errët dhe ndonjëri është gati të thotë, jo, nuk ka, e kam thënë unë këtë. Sidoqoftë, çdo gur që merret këtu do të jetë një gjuhë gjallë në bisedimet e mëvonshme. Ngjarja më e madhe e Krajinës këto ditë janë kërkimet për gurët e çmuar. Për këtë ndihmojnë edhe kufitarët. Shoku Skënder, këto guri gjetën të shtegu I dhive. Mu duket se ato të ekspozitës gjeologjike. Gurët të tillë paraqisin interes. Si këto gurë kemi parë shumë edhe tek pishat e thata. Ashtu, a mund të shkojmë të shikojmë bashkërisht këto në zhvendje keni gjetur? Po, me gjithë qef. Pas e shumë orë marshimesh përsëri në çadrat e tyre. Gjeologët kanë një zakon të mirë. Në mos buzujrave, ata I vendosin çadrat afër burimeve pranë ndonjë përroj, lumi apo liqeni alpin. Freskimi në ujrat e lumit malor, dreka pas lodhjes po e ndryshojnë atmosferën. Megjithatë, gjithçka nuk është rrafshuar, mendime të ndryshme ka ende. Në kamp, pas pushimeve të shkurtra, vazhdon puna e mëtejshme për vlerësimin e materialit për studimin e kampioneve të marrura. Secili të njëjtën gjë bën me materialet e grumbulluara në mashrut. Kjo është e domosdoshme. Këto janë edhe orët kur tek çadrat e gjeologëve vinë shumë arsorë, kooperativistë, barinj, punëtor të kantirit të sharrave. Njerëzit u tregojnë këto specialistëve, vendet ku I kanë gjetur dhe ku ka akoma gur të këtill. Ja edhe një pionier. Ai është më emocionuar se gjithë të tjerët që kanë ardhur këtu. Ai përgjon me ankth, janë apo nuk janë me vleftë gurët që solli, megjithse pionieri është I bindur që gjyshi I tij është zor të lajthit. Kur dolim nga shkolla, shkum tek gjyshi im. Ai është shumë I vjetër dhe njeh plan për plan vendin se ku gjenden këta gurë të shmuar. Atë, avlo. Gjysh. Sot në shkollën tonë gjeologët hapën një ekspozit gurësh mineral dhe ne pionerët do t'i ndihmojmë në kërkimin e këtyre gurëve. Malet tona janë të pasuna. Kanë armë, kanë sërbë, kanë bakër, kanë plumë. Gjysh, në cilët male mund të gjejmë këta gurë? Tek peda ku bashit, edhe tek shegu I Leporit, edhe tek shevi Luguninës, e tu shpeda Gradit. Ku I gjetit ti këto gurë?
te qafa e kaut. Do më thonë, i kanë gjithë në anën e kundërt horizontit që banin kërkimin e sot. Përsëri rreth tavolinës për të këmbyer mendime. O Shazi, këtu në zonën e Gushalit diçka po gjejmë. Unë edhe nuk jam i kënaqur. Po pse mos do që ati marrë kutatja qoshke dera shpisat miniera? Jo mor Petra, nuk është aty puna. Po çfarë atë? Duhet zbulojmë në të anë një vendburim, të hapim një minjer. Ta e sotme për gjithë grupet ka qenë me rezultate mjaft të mira. Si thoni shok, a fillojmë mbledhjen për diskutimin e këtyre problemeve? Nga vrojtimet e grupit tonë, mendojmë se zona midis rrjedhjes së lumit dhe qafës së pishave të thata paraqet shumë interes për kërkimin e mineraleve të bakrit. Po, edhe ne të njëjtin mendim kemi. Por unë mendoj se duhet kushtuar kujdes edhe minerale të tjera, jo vetëm bakrit. Gjë që ne kemi vënë gjatë punës sonë tëra. Kryesori është minerali bakrit. Ai gjendet në gëlqerorët. Për përsaktimin e moshës së tyre duhet ditur mendimi paleontologëve. Duhet. Mendimin e tyre paraprakisht në Lancet. Unë i takova kur ktheheshin nga marsruta dhe po punoshin pikërisht në horizontin që interesonin ne. Gjatë punës kishin vërejtuar disa shenja faunë. Edhe fillim mendojshin që këto formacione i takojnë Eurosmith. Unë sot isha tek shokët e grupit të Shliove dhe ata tashti po marrin prova në sistemin ujor të Paroj të Zi. Ujërat dhe rreshjet sado ngadalë veprojnë mbi shkëmbejt dhe marrin pa pushim prej tyre copëza dhe thërrime, të cilat në formën e rërës depozitohen gjatë ecjes së tyre. Në këtë rërë të thërmuar nëpërmjet shlikove, shikohet nëse gjenden minerale nëpër rrugën që kanë kaluar ujërat dhe çfarë mineralesh janë ato. Analizat e para të tyre janë bërë dhe rezulton se në to përmbahen edhe minerale shoqërojnë së bakrit. Me sa duket jemi të gjithë të një mendimi. Po, unë mendoj që të kryen studime mineralogjike më të detajuara. Edhe punime gjeokimike duhet japim rëndësi veçantë. Ka arsye, mendoj që të vendosim edhe punime gjeologjike tjetër. Edhe në punim mineral po pat mundësi. Rëndësi ka që kemi besim se do gjejmë vendburime të reja të mineraleve të dobishme. Në këtë truall, rreth këtyre çadrave, ndoshta